Të dashur dëgjues, përshëndetje, fillojmë edhe për sot programin Rruga, pjesë e shërbesës radiofonike të Dr. Michael Youssef. Ky është emisioni i 5 i serisë mbi frytin e frymës së shenjtë. E nisëm këtë seri duke shpjeguar se çfarë do të thotë të jesh i mbushur me frymën e shenjtë. Dhe më pas vazhduam në 2 programe me frytin e parë, dashurinë. Bota na thotë se kemi të drejtë reagojmë si të duam për të keqen që na është bërë nga dikush, madje edhe ta akmerremi nëse është e nevojshme. Ndërsa fryti i parë i frymës, dashuria, na thotë se ne duhet i përgjigjemi çdo kujt me dashuri. E gjithë kjo duket absurde dhe e pamundur në shoqërinë ku jetojmë, por i vetmi që mund na fuqizojë për t'ia dalë mban është fryma e shenjtë. Është e pamundur që ne të shfaqim dashurinë nëse nuk jemi të karikuar me fuqinë e tij. Në programin ton të sotëm, Dr. Youssef do të na mësojë mbi gëzimin, frytin e dytë të frymës. Do të shohim ndryshimin mes gëzimit dhe lumturisë. Gëzimi nuk vjen nga gjërat që kemi apo bëjmë dhe nuk duhet të ndikohet nga rrethanat tona. Më shumë do të mësoni nëse vendosni të na ndiqni sot në programin ton. Hello listening friends, we're glad you joined us again. Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jemi të kënaqur që po na ndiqni përsëri. If you have been following this series of messages, we have been talking about the fruit of the Spirit. Nëse keni ndjekur këtë seri mesazhesh, ne ju kemi folur për frytin e frymës. When we open our eyes daily and welcome the Holy Spirit within, our lives begin to bear the fruit of the Spirit. Çdo ditë, ndërsa hapim sytë dhe mirëpresim frymën e shenjtë brenda nesh, jetët tona fillojnë të japin frytin e frymës. The Apostle Paul listed this fruit in a letter to the Galatians. Apostulli Paul bëri një listë të frytit në letrën drejtuar Galatasve. Chapter 5, verses 22 and 23. Kapitulli 5, vargjet 22 dhe 23. We'll read it so as to refresh your memory. Do ta lexojmë për të rifreskuar kujtesën tuaj. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. In our last broadcast, we learned about the foundation fruit, which is love. Në programin ton të fundit ne mësuam për frytin bazë që është dashuria. Love as a fruit is what God the Holy Spirit will manifest in us as we get filled with Him every day. Dashuria si fryt manifestohet brenda nesh në saj të frymës së shenjtë të Perëndisë, ndërsa ne mbushemi me të çdo ditë. Today we shall begin learning about the second fruit of the Spirit. Sot ne do të fillojmë të mësojmë për frytin e dytë të frymës. It is joy. Ai është gëzimi. I want to begin by telling you what someone said about Christianity. Unë dua ta nis duke ju treguar diçka që ka thënë një person për krishtërimin. The best argument for Christianity is Christians, he said. Argumenti më i mirë për krishtërimin janë të krishterët, tha ai. Their joy, Gëzimi i tyre, their certainty, siguria e tyre, their completeness. plotësia e tyre. However, this person continued also to say, Sidoqoftë, ky person tha gjithashtu. but the strongest argument against Christianity is also Christians. Por argumenti më i fortë kundër krishtërimit janë gjithashtu të krishterët. When they are somber and joyless, Kur ata janë të zymtë dhe të trishtuar, when they are self-righteous and smug in complacence consecration, kur ata vendosin vetë drejtësinë dhe të mbajtur në shenjtërim të vetkënaqur, narrow and repressive. zemër ngushtë dhe shtypës. He continued to say that at that point Christianity dies 1,000 deaths. Ai vazhdoi të thotë se në këtë pikë në krishtërim ndodhin mijëra vdekje. The world is constantly watching us to see our love, our joy, and our peace. Bota na vëzhgon vazhdimisht për të parë dashurinë, gëzimin dhe paqen tonë. Let me give you an example. Më lejoni t'ju jap një shembull. In 1983, a very extensive survey was conducted throughout the United States by a leading polling agency. Në vitin 1983, një agjenci e rëndësishme sondazhesh në Shtetet e Bashkuara përcolli një studim gjithëpërfshirës. The key question was this: Pyetja kryesore ishte kjo: what are you looking for most in life? Çfarë kërkoni më shumë në jetë? When the results were tabulated, the analysts were truly surprised.
Kur dolën rezultatet, analistët ishin vërtet të çuditur. Most of them expected answers such as financial security, success, and so on. Shumica e tyre priste përgjigje si siguria financiare, suksesi dhe kështu me radhë. But the top 3 things people wanted in life were as follows. Por 3 gjërat kryesore që njerëzit kërkonin në jetë ishin si më poshtë: Love, joy, peace, in that order. dashuria, gëzimi, paqja. Ato renditeshin në këtë formë. The first 3 fruit of the Spirit. 3 të parat në frytin e frymës. Please listen to what I'm going to tell you very carefully. Ju lutem më dëgjoni me vëmendje çfarë jam duke thënë. What the world is desperate for, Atë që bota kërkon me dëshpërim, whether they know it or not, qoftë ne e din apo jo, whether they're able to verbalize it or not, qoftë në mund ta shprehin me fjalë apo jo. what the world is desperately looking for is not more sermons, not more exhortations, Ajo që bota kërkon me dëshpërim nuk janë më shumë predikime apo më shumë këshilla. but what the world is desperately looking for is the quality of our love and the quality of our joy. Por ajo që bota kërkon me dëshpërim është cilësia e dashurisë sonë dhe cilësia e gëzimit tonë. And that was the very mark that distinguished the believers in Jesus Christ from the rest of the Roman Empire. Dhe kjo ishte shenja e vërtet që dallonte besimtarët e Jezus Krishtit nga pjesa tjetër e perandorisë romake. Make no mistake about it. What people want to see in Christians is the quality of our joy. Mos u gaboni për këtë. Njerëzit duan të shohin tek të krishterët cilësinë e gëzimit tonë. Although the word joy is mentioned 70 times in the New Testament, yet many Christians use joy and happiness interchangeably. Edhe pse fjala gëzim është përmendur 70 herë në Testamentin e Ri, ende shumë të krishterë këmbejnë gëzimin dhe lumturinë. They use joy and happiness as if they were equivalent concepts. Ata përdorin fjalën gëzim dhe lumturi si të ishin koncepte të njëvlerëshme. And that is precisely why many Christians are walking around very sad looking. Dhe kjo është arsyeja e saktë se pse shumë të krishterë vinë vërdall me një pamje shumë të dëshpëruar. So many Christians wrongly think that church time is a time to be somber and sad and sour, not a joyful time. Kaq shumë të krishterë mendojnë gabimisht se koha e kishës është një kohë për të qenë të ngrysur, të dëshpëruar, të thartuar dhe jo të gëzuar. So many Christians wrongly believe that the Christian faith is to walk around looking like being baptized in vinegar. Kaq shumë të krishterë besojnë gabimisht se besimi krishter do të thotë të sillesh vërdall sikur të jesh pa gëzuar në uthull. Sometimes we ministers give Christianity bad name. Donjëherë, ne pastorët japim imazh të gabuar krishtërimit. There's a story that goes something like this. Është një histori pak a shumë kështu. There was a preacher who was coming into town to hold some meetings, Ishte një predikues që vinte në qytet për të zhvilluar disa takime. and a delegation from the church went to pick him up from the train. Dhe një delegacion nga kisha shkoi që ta merrte tek treni. When they got to the station and the train stopped, a man walked out of the train and the head of the delegation went up to meet him. Kur shkuan në stacion dhe treni ndaloi, një burr doli nga treni dhe kreu i delegacionit shkoi ta takonte. Are you the preacher? Ju jeni predikuesi? And the man said, no, my ulcer makes me look that way. Dhe burri tha, jo, ulçera më bën që të dukem kështu. We often don't have the joy of the Lord on our faces. Ne shpesh nuk kemi gëzimin e Zotit në fytyrat tona. Happiness and the pursuit of happiness have never made anybody happy. Lumturia dhe kërkimi i lumturisë nuk kanë bërë kurrë askënd të lumtur. I'm going to defend my argument in a minute. Unë do ta mbroj argumentin tim për një minutë. But listen carefully to what I'm going to tell you. Por dëgjoni me kujdes çfarë jam duke thënë. Happiness comes from getting what you want. Lumturia vjen kur ti arrin atë që do. And getting what you want will give you temporary happiness. Dhe kur arrini atë që doni, do të fitoni vetëm lumturi të përkohshme. I am not saying getting what you want doesn't make you happy. Nuk po them se nëse arrin atë që do, ti nuk je i lumtur. It does. Ti je i lumtur. But getting what you want will give you temporary happiness which will fade away fast. Por duke marrë atë që do, ti do të fitosh lumturi të përkohshme që do të venitet shpejt. Then what? Po pastaj, Then you want more and more and more. pastaj ju doni gjithmonë më shumë. The more you have, the more you want. Sa më shumë të keni, aq më shumë doni. And the more you want more. Dhe sa më shumë të doni, aq më shumë do të dëshironi. They tell me that drug addicts and alcoholics
when they start, they cannot stop with the same amount with which they started. Më thonë se të droguarit dhe të alkolizuarit kur nisin të pinë, nuk mund të përfundojnë në të njëjtën sasi si në fillim. They have to get more and more and more because they need to get higher and higher and higher or get more drunk. Ata duhet të marrin gjithmonë më shumë sepse duan të jenë lartë më lartë ose të dehen gjithmonë më shumë. It is the same with all human nature. Është e njëjta gjë me të gjithë natyrën njerëzore. If happiness is your pursuit, you are never going to be satisfied. Nëse jeni në kërkim të lumturisë, ju nuk do të kënaqeni kurrë. Let me tell you something else about happiness. Më lejoni t'u tregoj diçka tjetër për lumturinë. As you continue in your pursuit of happiness, the periods of temporary happiness get shorter and shorter and shorter. Ndërsa ti vazhdon të jesh në kërkim të lumturisë, periudhat e lumturisë së përkohshme do të shkurtohen vazhdimisht. I will tell you another problem about happiness that comes from getting what you want. Do t'ju tregoj edhe një tjetër problem për lumturinë që vjen kur merrni atë që doni. You constantly have an inner fear that you may lose whatever it is that you have. Vazhdimisht ju keni një frikë të brendshme se mund të humbisni çfarë do lloj gjëje që keni. Now contrast happiness with joy. Tani krahasoni lumturinë me gëzimin. Joy is a fruit, Gëzimi është një fryt, and a fruit comes from the inside, not from the external or the outside. dhe një fryt vjen nga brendësia, jo nga ana e jashtme apo nga pamja. Joy does not come from things. Gëzimi nuk vjen nga gjërat. You cannot hang fruit on a tree unless it is fake fruit. Ju nuk mund të varni fryt në pemë vetëse nëse është fryt i sajuar. If you were to hang external fruit on a tree, sooner or later it will rot on the tree. Nëse do të varnit një fryt të jashtëm në pemë, herët avon do të kalbet në pemë. But real fruit is produced when the nutrients of the tree flows freely to the branch. Por fryti i vërtet prodhohet kur lëndët ushqyese të pemës rrjedhin lirisht në deg. The real fruit is produced when the inner nourishment flows freely into the blossoms. Fryti i vërtet prodhohet kur ushqimi i brendshëm rrjedh lirisht në lule. The real fruit is produced when the tree is cultivated and has a healthy connection with the root. Fryti i vërtet prodhohet kur pema kultivohet dhe lidhet në mënyrë të shëndetshme me rrënjët. It is not surprising, therefore, with what Jesus said. Prandaj nuk janë të çuditshme fjalët që Jezusi tha. Listen carefully, please. Ju lutem më dëgjoni me vëmendje. He was talking about the believers as branches and he is the tree. Ai po fliste për besimtarët si deg dhe ai është pema. John chapter 15 verse 5. Gjoni, kapitulli 15, vargu 5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet, kush qëndron në mua dhe unë të jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. He said, abide in me, just like the branch abides in the tree. A i tha qëndroni tek unë, ashtu si dega qëndron në pemë. What else did he say? Çfarë tha tjetër? Jesus said, abide in me so that your joy may be complete. Jezusi tha, qëndroni në mua që gëzimi juaj të jeti plot. Let's read verses 10 and 11 of John 15. Le të lexojmë së bashku vargjet 10 dhe 11 tek Gjoni kapitulli 15. Po të zbatoni urdhërimet e mia do të qëndroni në dashurinë time sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Këto gjëra ju kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jeti plot. And that's where you get that complete joy. Ja pra ku e merrni gëzimin e plot. That is where you get that inner contentment. Ja ku merrni kënaqësinë e brendshme. It is by abiding in Christ. Është duke qëndruar në Krishtin. Joy is dependent on abiding in Jesus Christ, while happiness is dependent on the outward circumstances of life. Gëzimi varet nga qëndrimi në Jezus Krishtin, ndërsa lumturia varet në rrethanat e jashtme të jetës. Joy is not dependent on the events in my life. Gëzimi nuk varet në ngjarjet e jetës sime. Happy events make you happy, sad events make you sad. Ndodhitë e lumtura ju bëjnë të lumtur, ndodhitë e dëshpëruara ju dëshpërojnë. So happiness is dependent on the events in your life. Kështu që lumturia varet në ngjarjet e jetës suaj. Let's read to you what Paul is saying to the Philippians. Le të lexojmë se çfarë u thot Pali Filipianëve. Mark it in your Bible. Shënojeni atë në Biblën tuaj. The Apostle Paul commands the Philippians to be joyful. How? Apostulli Paul urdhëron filipianët të gëzohen. Si? Let's read it. Le ta shohim.
Prandaj o vëllezër të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin o shumë të dashur. Bëj thirrje Evodis, bëj thirrje gjithashtu Sintikës të jenë të një mendje në Zotin. Të lutem edhe ty, shok i vërtet, ndihmoji ato që kanë luftuar me mua në Ungjill dhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Paul then continues by reminding them that their joy is not dependent on their circumstances. Pali vazhdon duke i kujtuar ata se gëzimi i tyre nuk varet nga rrethanat e tyre. In Philippians 4, verses 5, 6, and 7. Tek Filipianët kapitulli 4 vargjet 5, 6 dhe 7. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndis që i kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Philippians chapter 4 has encouraged millions of people for the past 2000 years. Filipianët kapitulli 4 ka inkurajuar miliona njerëz gjatë 2000 viteve të shkuara. It really has been an encouragement to millions of people. Ka qenë me të vërtetë inkurajim për miliona njerëz. I know it has been an encouragement to me, and I know it has been an encouragement to so many of you. Unë e di që ka qenë inkurajim për mua dhe e di që ka qenë inkurajim për shumë prej jush. Philippians 4 helped many believers to rediscover the real joy of the Lord that is manifested even in the worst of circumstances. Filipianët 4 kanë ndihmuar shumë besimtarë të rizbulojnë gëzimin e vërtet të Zotit që shfaqet madje edhe në situatat më të këqija. But let me tell you a thing or two about the church in Philippi. Por më lejoni t'ju tregoj një ose dy detaje në lidhje me kishën në Filipi. Reading the epistle, we may be tempted to think that it was a model church with some minor problems. Duke lexuar letrën mund të tundohemi që të mendojmë se ishte një kishë model me disa probleme të vogla. I heard people say in Galatians Paul rips the church apart about their legalism. Unë dëgjova njerëzit që thanë se te Galatasit Pali e zhveshi kishën nga legalizimi i saj. In the Corinthian church he tells the church how carnal they are. Në kishën e Korinthit ai na tregon se sa mishor që janë. But you go into the Philippians and you think it's a beautiful thing. Por ju shkoni tek Filipianët dhe mendoni se është bukur. These must be very happy people. Duhet të ketë njerëz shumë të lumtur. The Philippians didn't really seem to have many problems. Nuk duket se Filipianët kishin shumë probleme. Let me tell you a thing or two about the Philippians, but then finish on the next program. Më lejoni t'ju tregoj një ose dy detaje për Filipianët dhe më pas do të përfundoj në programin e ardhshëm. If you examine the epistle closely, you'll discover that Paul was addressing some very serious problems with that church. Nëse analizoni nga afër letrën, ju do të zbuloni se Pali adresonte kësaj kishe probleme shumë serioze. They were anxious about their material needs. Ata ishin të shqetësuar për nevojat e tyre materiale. They were oppressed by outside forces and felt intimidated by the enemies of the cross. Ata ishin të shtypur nga forcat e jashtme dhe ndiheshin të friksuar nga armiqtë e kryqit. They were suffering economic hardships and yet they were exceedingly generous in supporting Paul's ministry. Ata vuanin vështirësi ekonomike dhe sidoqoftë ishin jashtëzakonisht bujar në mbështetjen e shërbesës së Palit. And that is why Paul thanks them for their gift and assures them that his joy does not come from material abundance. Dhe jap se Pali falenderon për dhuratën e tyre dhe i siguron se gëzimi i tij nuk vjen nga bollëku material. Let us read chapter 4 verses 10 to 14. Le ta lexojmë kapitullin 4 vargjet 10 deri në 14. Dhe u gëzova shumë në Zotin sepse më në fund kujdesi juaj për mua u rigjallërua. Në realitet ju dhe kishit në mendje, por nuk kishit rast. Nuk e them këtë sepse jam në nevojë, por sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë di të jemi përulur dhe di të jetoj edhe në bollëk. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon, por ju bët mirë që morët pjesë në pikëllimin tim. But what was even more serious for the Philippians is that because of their suffering they lost their inner strength. Por ajo që ishte edhe më serioze për filipianët ishte se për shkak të vuajtjes së tyre, ata humbën forcën e tyre të brendshme. And this of course made them vulnerable to all kinds of sin. Dhe kjo sigurisht i bëri ata të prekshëm nga të gjitha llojet e mëkatit. Distrust, Mosbesim, division, përçarje, jealousy, xhelozi, and that is why
He commands them to rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Dhe japse i urdhëron ata duke thënë, gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. We are running out of time. In our next broadcast, we will find out what Paul is really saying here. Të nderuar dëgjues, koha jon po përfundon dhe ne në programin ton të ardhshëm do të zbulojmë se çfarë po thot Pali me të vërtet në këtë pasazh. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Miqtë e mi, këtu ka ardhur koha të ndahemi edhe për ditën e sotme. Doktor Jusef na tha sot se është shumë e rëndësishme të mbajmë parasysh tanë vargun tek Filipianët. Gëzohuni në Zotin, gjithmonë gëzohuni. Ne nuk duhet të shqetësohemi për nevojat tona materiale dhe as të friksohemi nga armiqtë e kryqit. Përkundrazi, duhet i mbajmë sy tek Krishti dhe vepra e tij e përfunduar në kryq. Në programin tonë të rësarshme, Doktor Jusef do të vazhdojë të na flasë për gëzimin si fryt i frymës. Jam e bindur se ky program do t'ju mësoj shumë ndaj, mos harroni ta ndiqni. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letrat dhe emailet tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.